bukura, pse jo, për shembull. Ama për ndërmoshën. Ama ti dosh me pas kujdes që po dalë në video ose në televizion. Ndërmoshën 18 vjeçare, asnjë influencer s'e kalon. Se nuk e di, nuk jam vetëdijshëm se çfarë po postojnë se çfarë. Që diçka tjetër, për shembull lejohet për të gjithë. E tregoni re unë kam po shumë 15 vjeçare sot në TikTok. Kemi po. Tu, do me thonë për skincare të folë, për grem një 15 vjeçare. Ti dosh me bo me treguar. E të meshme, po me ndajone, nuk e di. Dësha dhe kom gabim. Po. Jo, Endrina, ka shumë 15 vjeçare sot që më në TikTok flasim për skincare, për make-up. Këto e blevan Sephora, këto është diçka shumë e vetë. Me një punja, po nuk mund e me arrit, ndështë financiarisht me blet diçka që sot një 15 vjeçare ka në TikTok ose është faqe në TikTok. Ndoshta është e nanës, ndoshta është e... Ajo 15 vjeçare duket si 30 vjeçare. Po, dalë dhe reklamon ato. Ka keq, se mu duk femna, 15 vjeçare si 30 vjeçare, 35 vjeçare. Rrini vlla, rrituni me kohën, gradualisht, mos u rritni para kohës se bull kini mu buk graje. Rrini mali naturalitetin, dini çka po folni. E ndoshta këtu ndikon pak familja. Normal, jo, po, ndikon edhe familja. Sa e përket për shembull, mundet ndoshta me ndalu. Inspirim është edhe nana, sidomos nana, po edhe shoqet. Po, patjetër. Tani, në moshën 15 vjeçare janë shoqet, se çka kanë ato, ose çka bojnë ato, du edhe unë me bo. Unë po foli tash këtë rast për çikën teme, po shiqyr një herë është shumë mirë. Bashti ki rast këtë tamam. Çata po them se po foli shumë tamam. Po, si një non, unë me ata e kam edhe shoqe, më ki edhe shoqe, më ki edhe non, po, e kam taman nuk doke si 30 vjeçare, doke taman si 15 vjeçare, hala veshet me do duksa gjona, me do...